Divizioni 28 është gjitharmësh dhe nuk do zbarkoj trupa ai, por do bjerë një komandë vrojtuese, domethënë një ekip drejtimi për të koordinuar veprimet ndërmjet ushtrive të ndryshme të vendeve ballkanike në këtë fazën e dytë, reagimi i shpejtë, që është pjesa e dytë, që fillon sot me 26 edhe mbyllet me 29. Këtu tani kjo ka një seri veprimesh që do kryhen këtu, që janë të planifikuara dhe të përcaktuara. Një është transportimi i shpejt i divizionit 82 aerodesant nga Amerika në Ballkan. Dhe një pjesë e forcave nga Arktiku në Ballkan, lëvizje e trupave në hapësira të ndryshme në rajone ku kryen veprimet. Dhe thash, lëvizja direkt nga Amerika në Ballkan, është planifikuar për 18 orë. Divizioni të zbarkojë këtu. Llogarit që divizioni ka 15.000 veta të gatshëm për luftë dhe një numër të madh njerëzish të logjistikës që e mbështesin këtë. Pra 15.000 forca nga Amerika për 18 orë në Ballkan. Do të vinë në Ballkan. Pra është një veprim shumë i vështirë dhe tregon aftësinë e atyre forcave amerikane për ta kryer këtë. Ata kanë dislokuar shumë herë këtë divizion nga një vend në vend tjetër. E kanë bërë shumë herë, bile kanë ngritur dhe 2 divizione, se është dhe divizioni tjetër, i ngjashëm me këtë, është divizioni 101 i korpusit strategjik, që kur bashkohen ata të gjithë vend kalojnë mbi me gjithë organikën mbështetëse e kudion kalon mbi 100.000 veta. Domethënë duhet të bësh një transportim të tillë. Do vesh mijëra aeroplan në dispozicion, duke filluar nga helikopter dhe avion të transportit. Duke bërë mobilizim të përgjithshëm të gjithë sistemit të mbrojtjes. Pra Europa është përgatitur për luftë me këtë. Por llogarit që shumica e gjithë forcave që marrin pjesë janë amerikane. Unë përmenda këtë divizionin 82, brigati 174. Në këtë fazë marrin pjesë dhe disa njësi të tjera që janë po amerikane. Forcat në vendet e Ballkanit janë të pakta. Pra, transportimi dhe dislokimi i këtyre forcave është çështja e parë e kësaj reagimit të shpejtë. Një e shoqëruar me operacione zbarkimi nga deti, domethënë nga forcat detare, do zbarkojnë në porta të ndryshme në vijën e Ballkanit, vijën detare të Ballkanit, njëkohësisht dhe zbarkime ajrore në pika të ndryshme në objekte ku parashikohen të zhvillohen stërvitje. Janë llogaritur veprime të ndryshme që do kryejnë njësi në terren, ku secila ka një objektiv të caktuar, do kapti një objekt të caktuar, ka objekte taktike, ka dhe objekte me rëndësi strategjike që kapen, mbahen në zhvillim të situatave të tjera ushtarake që do vinë mbrapa. Si gjithnjë, në të gjithë veprimi që do kryhet në Ballkan, kjo reagimi i shpejt, llogaritet që të kryen veprimet në situatat e përdorimit të armëve të dëtimit të masë, të lëndëve kimike, bakteriologjike, biologjike dhe bërthamore. Pra, veprimet do kryen në këtë situatë, sikur do simulohen situata të tilla të përdorimit të armëve të dëtimit të masë, që asnjëherë nuk neglizhohen dhe janë pjesë përbërëse të veprimeve konkrete, të ushtrimeve konkrete. Në Ballkan do veprojnë dhe më duket dhe një 4 brigata të forcave shumë komshe të përbërë nga njësi të ndryshme, ku angazhohemi dhe ne me ato forcat që na takojnë të marrin pjesë. Edhe kemi angazhuar dhe dronët sipas. Po, ata janë pjesë e veprimit të forcave ajrore. Domethënë se pa hyrë në hollësira tani sepse veprimet fillojnë që nga sateliti, që kontrollojnë zonat, rajonet, veprimet, aviacioni transportit, aviacioni shoqërimit, gjuajtësit e të gjithë me radhë,
aviacioni bombardues e tjerë nuk po hyjnë në këto hollësira dhe dronat janë një pjesë e forcave ajrore që domethënë